Mirëmbrëma të nderuar shikues. Mirëmbrëma të nderuar shikues. Ministria e Shëndetësisë ka shpallur konkurs për vende të reja pune. 13 mjek do të pranohen në Spitalin Rajonal të Ferizajt dhe Përnder të shënimit të përvjetorit të 5 të shpalljes së pavarësisë së Kosovës, edhe në Prizren po kremtohet me aktivitete të ndryshme kulturore, sportive e rinore që nga dita e premte. Aktivitetet e sotme kanë filluar me homazhe në varrezat e dëshmorëve në Landovic, ndërsa më pas është mbajtur edhe një akademi solemne kushtuar 5 vjetorit të pavarësisë. Atmosfera në qytet ishte në frym festive dhe e këndshme për shkak edhe të motit të mirë, por nuk vërejë numër i madh i qytetarëve në qendër të Prizrenit, ku zakonisht kremtohen festat e ngjashme. Qytetarët i gëzohen kësaj feste, e cila për disa nga ata është e veçantë, duke mos harruar të gjithë ata të cilët dhanë kontributin e tyre për lirinë e Kosovës. Mirëmbrëma të nderuar shikues. Ministria e Shëndetësisë ka shpallur konkurs për vende të reja pune. 13 mjek do të pranohen në Spitalin Rajonal të Ferizajt. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga sot ka takuar drejtuesit e Dokufes në Prizren, me që rast ka zhvilluar një bashkëbisedim me ata. Presidentja më pas para kamerave ka thënë se Dokufes Sinxarje ka ngritur në piedestalin më të lartë të vendit zhvillimin kulturor dhe premtoi mbështetje institucionale për edicionin e radhës që do të mbahet këtë verë. Kanë bërë në Kosovë duke shëndruar jo vetëm Prizrenin, por duke shëndruar tërë Kosovën në piedestalin e artit dhe të kulturës në mbar botën, duke ngrej një numër të madh të artistëve që të vinë që të shohin artin dhe kulturën e Kosovës, sepse ne kemi shumë çfarë të krenohemi dhe duhet këto sa më shumë që është mundur që t'i promovojmë. Jam këtu që t'i ofroj mbështetjen time personale, por edhe institucionale për gjithë punën që e kanë bërë deri më tani. Drejtori ekzekutivi Dokufes Terol Bilibani e ka falendëruar presidentën për vizitën dhe gatishmërinë e saj për të ndihmuar. Mirëmbrëma të nderuar shikues. Ministria e Shëndetësisë ka shpallur konkurs për vende të reja pune. 13 mjek do të pranohen në Spitalin Rajonal të Ferizajt. Që 5 muaj si pasojë e rrëshqitjes së dheut në hyrje të fshatit Leskovec, është shembur një pjesë e rrugës së këtij lokaliteti, me që rast banorët tashmë nuk më mund të qarkullojnë jo vetëm automjete. Kani Berisha nga ky lokalitet thotë se me shembjen e rrugës, përveç vështërsive dhe tjera që përballemi, kjo gjë tashmë na ka bllokuar në tërësi dhe askuajt të cilët i përdorin për bartje të ushqimit të baktive nuk mund të lëvizin në këtë rrugë, ndërsa është e pamundur që të bëjmë edhe transportimin e të sëmurëve për trajtim mjekësor në Prizren. Mirëmbrëma të nderuar shikues. Ministria e Shëndetësisë ka shpallur Qëllimi e strategjia ngjasojnë me atë të Rusisë në Krime para 9 vjetësh. Kësaj presidentja Vjosa Osmani deklaroi se Serbia po pretendon aneksimin e Kosovës, por mes luftës hibride në të cilën po e ndihmon grupi rus Wagner. Këto informacione janë shqetësime serioze sipas ish inspektorit të AKI-s Burim Ramadani, Mirëmbrëma të nderuar shikues. Ministria e Shëndetësisë ka shpallur konkurs për vende të reja pune.